Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video. Unë jam Adelaida, ose si mund të më thoni ndryshe, edhe infermierja Adel. Përpara se të nisem me videon e sotme, dua t'ju falenderoj secilin nga ju për të gjithë përkrahjen edhe të gjithë mbështetjen që keni treguar ndaj meje në muajin tim të parë në YouTube. Të lësim fillim këtu. Dhe tani dua të dërgoj secilin nga ju një përqafim shumë të madh virtual. Besoj se e morët. Po përfitet nga rasti që të them të abonoheni dhe të bëni subscribe tek zila më poshtë në mënyrë që të kemi sa më shumë video dhe në muajt në vijim. Siç do shikoni edhe nga titulli, sot nuk do kemi një vlog, nuk do kemi as një leksion infermieror, por do kemi një storytelling. Unë do t'ju tregoj historinë time se si nisi nga universiteti, tek puna, ëndrat, perspektivat, biznesim, të gjitha këto. Dhe kjo marr shkak sepse disa nga ju më kanë pyetur në Instagramin tim personal tek Infloteka se si nisi çdo gjë, si u bëra unë infermiera. Historinë time dua ta nis që në moshën 15 vjeçare, ato kohë kur unë era për herë të parë në Tiranë, në kryeqytet. Kam vazhduar kolegjin me Metakif këtu në Tiranë, një kolegj që asaj kohe mbahej si elit, pra për produkte dhe për mësimdhënie që ai nxjerrte. Sot kësaj dite ajo është mbyllur, por ka kolegje të tjera si Marifi, Turko Tozali, Medreseja. Mësimdhënia në ato kolegj bëhej në gjuhën angleze dhe si kurrikull ishte me profil shkencor. Pra ne bënim 6 orë fizik në javë, 6 orë biologji, 6 orë kimi. Dhe lëndët shoqërore i linin paksa në hije. Si libra përdorim ato të Cambridge-it, pra nëse në një shkollë publike nxënësit një libër e bënin në vit të tretë, ne atë libër e bënim që në vit të parë. Pak sforcuese për një 15 vjeçare, por që ja dolëm. Mbaj mend që viti i parë ishte më sfiduesi për mua për nga mësimet, pasi shumë gjëra nuk e kuptoja ose shumë gjëra ishte detyruar ti mësoja përmendesh në mënyrë që të merrja një vlerësim maksimal në provime. Ishte shumë rregulla sa shpesh momenti me merr në telefon, pasi unë përfundoja në disiplinë, por që kryesisht isha nuk mund të them një vajzë qetë, sepse se unë shikoj nga natyra jam goxha ekspresive, por që isha shumë e duruar dhe isha e dëgjueshme në mësimet dhe vazhdimisht isha dhe interaktive. Po të ata që kanë qenë në kolegj e kuptojnë shumë mirë këtë pjesë. Duke ka shumë vete që sot e kësaj dite ndoshta e urrej një farë mënyrë vitet që kam kaluar në kolegj, unë nuk i urrej, por më tepër jam falendëruese sepse kolegji më mësoi shumë gjëra dhe më formoi, më bëri vajzën që unë jam sot. Më mësoi me ngarkesën e punës, pra shumë punë që unë i bëj një herë seshmë, i bëj pas forcë fare, jam mësuar me këtë ngarkesë, me volumin e madh, më mësoi si të organizoj aktivitete, si të marr përsipër të jem organizuese, si të realizoj projekte të mëdha të cilat edhe vlerësohen. Si që pat dhe herë e kaluar nga videoja, ku kisha fituar disa medalje për disa projekte të ndryshme. Unë flas shumë me duar, sepse mundohem që dhe atë që flas, duke dinë në një farë mënyrë dhe ta shpreh me gestikulatur, por që do mundohemi t'i heqim. Me mesatare dola goxha mirë, dola bashkë me provimet e maturës e nxorra në teori si VKM 9.5, një VKM goxha e kënaqshme, por që mund të kisha bërë edhe më shumë normalisht. Me mbrëmjen e vitit të tretë jeni dhe dyzimi se për çfarë do vazhdoja unë universitetin. Cilën rrugë do t'i shjau. Ndërkohë kisha fituar edhe bursë 100% tek Epoka për psikologji, ku ishte edhe dega shumë doja të vazhdoja, por prindërit e mi insistonin ose mjeksi ose infermieri. Nuk i bësh shumë faj sepse unë jam fëmija e parë dhe për ta ishte hera e parë që ta haseshin me diçka të tillë. Arsyeja sepse unë doja psikologji është sepse përpos se jam një dëgjuese shumë e mirë dhe njerëzit e kanë shumë të lehtë të hapen në mua si atëherë si tani. Më pëlqen shumë edhe të kuptoj mendimet e njerëzve, të kuptoj labirintin në cilën ata e fusin veten më së shumti, të kuptoj se pse e ndërmarrin një hap, pse e ndërmarrin një veprim të tillë. Gjatë këtyre viteve, ndoshta nuk vazhdova për psikologji, kam lexuar shumë literatura të ndryshme psikologjie në mënyrë autodidakte, për të një farë mënyre për të përmbushur edhe ëndrrën time por një tjetër mënyrë. Nisa nga libra që unë kam lexuar, po ju tregoj edhe tani. Pra këto janë disa nga librat psikologjik që unë kam lexuar, do t'ju tregoj shpejt një nga një se po vjen nga duart. Atëherë, këtu është Nuk filloj me ty, që jam duke lexuar aktualisht. Kam lexuar Fuqia e mendimeve. Kam lexuar trilogjinë e Sekreti, që është Magjia, Sekreti, Përtigjimet dhe fuqinë që mos ta ndajmë. Edhe Fuqia, Më lehtë nga se mendon ti, Mali e ti, 4 marrëveshje, Ti je placebo. Libri Ti je placebo është nga të preferuarit e mi. Alkimisti. Nëse kjo. Se të flasësh me këdo.
Inteligjenca emocionale dhe më pas kam lexuar edhe vazhdimin e librit Inteligjenca sociale, Arti i jetuarit mirë nga danezët, Madame Chic, Medical Medicum dhe Freudin. Ëndrat më kishte shfutuar dhe kjo këshilla për jetën nga Schopenhaueri. Tani, të vazhdojmë pjesën tjetër të mbetur të historisë, aty ku nis edhe universiteti. Në 10 dekë që një maturant mund të hedhë në portal për të përzgjedhur për universitetin, unë zgjodha mjekësinë dhe më pas hodha infermierin në çdo universitet të mundshëm shtetëror edhe privat. Ndërkaq unë kisha fituar edhe 100% bursë tek Europiani me anë të një konkursi dhe kisha dalë e dyta në rajon dhe mund të kisha zgjedhur ose infermieri ose fizioterapi me anë të kësaj burse. Por mes Europianit dhe FSHMT-s, unë zgjodha që është më mirë të vazhdoj tek Universiteti i Mjekësisë, pra të vazhdoj tek Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, këtu në Tiranë. Kur regjistrova, mbaj mend se nuk isha fare lumtur, as pak e lumtur, ndjesha shumë e detyruar, nuk e kisha as pak me dëshirë, por u regjistrova siç thash edhe pak më herët për shkak të dëshirës së mamit dhe të babit tim, por tani nuk pendoha, por asaj kohe pendohesha shumë. Dhe u futa me mendimin që do futem, do i bëj 3 vite, zëre sikur ikën 3 vite kot nga jeta ime, dhe do bëj bachelorin. Sa po të marr bachelorin, unë pastaj do vazhdoj ëndrrën time, të ndjek ëndrrën time atë që unë doja. Dhe kështu regjistrova tek universiteti dhe vazhdoi dhe jeta ime studentore. Gjatë vitit të parë dhe të dytë të universitetit, mbaj mend që ky mendim, pra mendimi i keq dhe mendimi që do largohem sa më herët nga ky profesion, u përforcua akoma dhe më shumë. Në leksione pothuajse nuk shkoja fare, i shkoja vetëm në seminare që unë isha detyruar të shkoja për shkak të mungesave dhe për provime mësoja në mënyrë autodidakte. Por, çdo gjë ndryshoi dhe mori atë pjetën, u kthye çdo gjë përbys, në fund të vitit të dytë të shkollës së lartë. Pra, ka qenë muaj prill, unë kam qenë në praktik mbaj mend, dhe një nga mentorit e mi që zakonisht jepen këta studentët, infermieristët e mjekësisë për të bërë praktikën dhe për të mësuar, pa potencialin tim dhe krejtësisht nga hiçi, pa ju vetë ofruar, më interesoi në bordin shkencor të platformës infermierore që ai kishte krijuar. Dhe unë kështu fillova të merra pjesë në kurse infermierore, të merra pjesë në trajnimin infermierore, fillova të isha koordinuese e konferencave shkencore, që ishte goxha e madhe për moshën time, që ende nuk kisha përfunduar bachelorin. Dhe kështu dal nga dal, fillovi që kjo gjë të më hynte në gjak, të themi, të më pëlqente, të më hynte në zemër. Dhe kështu zemra ime u zbut dhe filloi të pranonte këtë profesion, fillova që ta shikoja më shumë veten si infermiera. Në janar unë dash provimin e praktikës, mora 9 deri në 10, më pas në mars dash drejt provimin e licencës, ku mora nga 100 pikë mora 95 pikë. Fillova pastaj ta shikoj pse jo dhe një të ardhme si infermiera. Tani do ju tregoj se çfarë ndryshoi komplet mendimin tim, komplet botën time. Për infermierin. Ka qenë një libër që nuk kam lexuar, do e marr dhe do t'ja tregoj edhe juve. Personazhi kryesor ishte Tatiana, që ishte një vajzë bjonde dhe me shuka dhe unë gati gjithmonë e paralizoja me veten time. Ajo ishte infermiere dhe për kujdesja dhe mshuria, ëmbëlsia, mirëkuptimi që ajo i jepte pacientëve të saj, gati përshkruashi në kufijin e realitetit tim. Pra, unë gati shikoja veten tek ajo. Ndërsa dashuria që ajo merrte mbrapsht ishte për mendimin tim edhe për kthimin e fjalës infermier. Ndonëse unë kisha kohë që isha tashmë një infermiere e licencuar, unë nuk prisa punë direkt sepse disa plane ishin për të larguar jashtë shtetit, për të larguar drejt shtetit gjerman, për të shkuar atje dhe për ta zhvilluar atje karrierën time si infermiere, dhe ta dhënë atje kontributin tim. Tashmë që kthehem pas, më mirë që këto plane nuk u realizuan. Në kolegju morën të vendimi që nuk do shkoja në Gjermani, do vazhdoja karrierën time këtu në Shqipëri, kështu që nisa të kërkoja për punë si infermiere. Në ato kohë rezultoi që spitali ku punoj aktualisht kërkonin një infermiere, pra ky spital ishte CV-ja e parë që unë dërgova. Më kishin ofruar punë edhe tek amerikani edhe tek Hygea, por që për shkak të kushteve që mua nuk më pëlqyen, nuk kisha pranuar. Shkova atje, mbaj mend që ka qenë një mbasdite e nxehtë korriku dhe holli ishte mbushur, pra recepcioni ishte mbushur plot me vajza për të dhënë intervistën. Isha kaq larg për të larguar sepse pash
të pak në atë ndjesi më dhanë, që të gjitha ishën shumë të mirë formuara, shumë të zonja, kishte edhe që ishën me eksperiencë, të dukeshin nga mosha e tyre. Kështu që mendova që nuk do më marrin, kosa të bëj intervistën, më mirë t'i fare që në fillim, por që nuk e di se çfarë më bëri, një ndjesi çfarë ishte që më tha qëndro Adela. Qëndrova, bëra intervistën me doktorin, mbaj mend që më tha direkt pranohesh, nuk e di si, nuk e di çfarë universi Zoti fati. U pranova dhe do nisja punë direkt nesërmen. Të nesërmen ikam, shumë skeptike, shumë e dyzuar, shumë e friksuar për aftësitë e mia infermierore sepse unë isha pa eksperiencë. Sado kisha mësuar në praktikë është ndryshe kur ti je punësuar tashmë, kur pacienti është në duart e tua, kur ti ke kontakt të drejtë për drejt me pacientin dhe nuk është dikush tjetër aty që do të mësoj në një farë mënyre. Paska se stafi më ka mësuar shumë në fillimet e mia. Kaloi dita e parë, ishte goxha e lodhshme sepse ishin shumë operacione. Ishte pak e lodhshme, por që kaloi me sukses dhe më pëlqeu. Më pëlqeu shumë. Kur ika në shtëpi, pasi telefonova me babin, mora vesh që për disa arsye unë do të largohesha për në Greqi. Sa po kisha filluar punë, normalisht se më turkoja lehtë, largohesha, kush isha unë që ata të më prisin mua, kështu që shkova t'jepja dorëheqjen. Nuk e shkruaj tamati mesazhe siç e shkruajnë zakonisht, por shkova dhe thash përballë doktorit që shikoj se për disa arsye nuk mund që të vi më në punë. Ai më tha, dëshiron që të vish sërish pas kësaj kohe që do kaloj? Unë thash, okay, dua, por që nuk besoja kush do më merrnin. Ai thash, do kemi dhënë me kohë vendin tim. Shkova në Greqi, kaluan ato 3 javët, u riktheva sërish dhe kur u riktheva më shkruajnë që dëshiron të vish tek puna, patjetër që po, do të përgjigjem ishte më një herë po, dhe shkruajta që unë kam ardhur, do doja të shkruaj dhe ju, po më vinte turp dhe prandaj e lash. Vazhdova punë dhe ja ku jam sot, që vazhdoj akoma, bëj tani 1 vit që kam nisur punë tek spitali. Ndërkaq, unë shkëputa nga platforma infermierore ku isha interesuar në bordin shkencor të mentorit tim dhe vendosa që të hap timen. Vendosa që dua të kem gjën time, dua të investoj tek unë, tek betja ime dhe tek ardhmja ime. Vendosa që mendimeve të mia t'ju jap një zë, t'ju jap zërin e Adelaidës. Vendosa që dijen përshtypjet, këndvështrimet, perspektivat, çdo gjë që unë kisha, të ndaj atë me juve, infermierët që janë aty jashtë, pas kësaj kamere, dhe rezultoi suksesshme. Kështu lindi Infloteka. Infloteka si nocion, po ta marrësh, është bashkimi 2 emrave, infermier dhe bibliotek. E nisa nga zeroja, hapa një Instagram të ri me 0 followers, njësoj si ky kanal YouTube-i, dhe ditë pas dite kuptova që shumë studentë, shumë infermierë po i bashkoheshin platformës time dhe krijuan besimin tek platforma ime. Nisa të krijoj ato postimet e vogla me informacione të ndryshme infermierore dhe zemra më bëhej mal kur shikoja sa shumë safe, sa shumë i ruajnë ato postime që t'i lexonin edhe më vonë, ose sa shumë i ndanin studentët me njëri tjetrin apo infermierët me njëri tjetrin. Pas 4 muajsh hapje, në prill, mbaj mend që kam organizuar workshopin tim të parë me studentët, kemi folur për ditën botërore të shëndetit dhe më pas gradualisht fillon edhe ky workshop të lindë vend edhe aktiviteteve humaniste dhe kurseve të ndryshme infermierore. Infloteka gjithashtu ka krijuar edhe 2 mini libra ose manuale shkencore të themi, duke qenë se ndola shumë mirë në provimin e praktikës dhe të licencës. Vendosa që çdo dije, çdo gjë që unë mësova, as më shumë as më pak, ta hedh letër dhe këtë gjë ta keni edhe juve në mënyrë që pse jo dhe ju të dilni shumë mirë. Dhe rezultoi goxha e suksesshme. Shumë studentë vazhdimisht na falenderojnë për punën që ne kemi bërë sepse kanë kaluar me sukses të 2 provimet. Por Infloteka nuk mbaron me kaq, pra nuk është do të thjesht një platformë kurse, workshope dhe këto 2 librat. Neve kemi shumë plane të bukura që do i zbulojmë vetëm në shtator, kështu që mos nguroni të na ndiqni tek Instagrami i Inflotekës. Gjatë këtij viti që kam qenë punësuar, kam mësuar shumë për njerëzit, për natyrat e tyre, kam mësuar shumë mbi këtë profesion. Dhe një gjë që më ka thënë Dr. Konstantini është që sado e madhe të jesh, ti gjithmonë do ketë diçka për të mësuar. Gjithmonë do kesh diçka të re që ti nuk e di. Dhe është e vërtetë. Kam kuptuar që infermieria nuk është të marrë një analizë, nuk është të vendosë një vigoni. Është më shumë se kaq. Diku kam lexuar që infermieria është një nga artet e mjeshtrimit nga më të hershme. Ndërsa unë mendoj që infermieria është drejta në mbretërinë e territ të mjekësisë, sepse do zdojemi ne ata që kemi kontaktin e parë me pacientët.
Shumë shpesh më rrej një pyetje në mendje që e kemi zgjedhur ne infirmierin apo infirmieria na zgjodhi ne. Unë dua të besoj, dua të shpresoj dhe mendoj që infirmieria më ka zgjedhur mua. Dhe kjo ju pa një arsye. Ditën tjetër kur të shkoni në punë, i thoni këtë gjë vetes që mua më zgjodhi infirmieria për një arsye, dhe më besoni që do nisni ditën më bukur dhe më pozitivitet, dhe të jeni më të buzëqeshur me pacientin. Ndërsa, për ju që nuk e doni këtë profesion, që jeni aktualisht të punësuar dhe nuk e gjeni veten, frustrimin që keni juve për jetën tuaj mos e nxjerrni pacientëve. Mos bëri pacientët të humbasin besimin tek ne, tek infirmieria, tek ky profesion, tek ky humanizëm. Lëreni vendin për dikë që do si profesion, për dikë që do si punë dhe e bën në pasion. Gjeni motivin tuaj dhe na lejoni neve të bëjmë të përmbushim motivin ton. E përse për këtë ardhmes, unë nuk kam ndërmend që ta lë me kaq, kam vendosur që të investoj tek profesioni im, të investoj tek Adela si infirmiere, por se si, se çfarë, se ku, se pse, këtë do shikoni në vjesht. Tani dua të më thoni në komente, e keni zgjedhur ju profesionin tuaj apo profesionin zgjodhi juve dhe pse? Arsyen se pse mendoni. Kjo ishte videoja edhe për ditën e sotme, shpresoj shumë të ketë pëlqyer. Unë u bëra pak nostalgjike, ndoshta ju kam lodhur edhe pak kokën, por besoj se është mirë që të ndajmë historitë tonë, sepse ndërmjet historive ne gjejmë edhe veten tek njëri tjetri. Shpresoj shumë që 2-3 mësime që unë i kam, t'i kem përcjell edhe me juve, dhe mos harroni të bëni like, subscribe, comment, share për sa më shumë video. Deri në videon e radhës, mos harroni të bëni dhe unë si Ledion Liço, mos harroni që kuptimi i fjalës emocion qëndron tek lëvizja. Lëvizni dhe ju, mos qëndroni në vend. Ju puç lulet e mia.